Është i Qaku, krahu i djathtë i trajnerit parë të Vllaznisë B, Berken Obizi, kështu e theksoj edhe vetë kolegu juaj, kontributin tuaj që keni dhënë në suksesin e kësaj Vllaznie që u shpo kampion për para pak minuta. Shurimi është i Qaku. Faleminderit shumë, gati. Një finale që e shijuat, patjetër. E shijuam zakonisht shumë, sepse realisht na si kampionatin dominu në finalet, pra na kemi dominu gjithë kampionatin. Sot djemt bani një paraqitje zakonisht shumë të mirë, e dominume si ndeshje, e dominume edhe me gola, pra rezultati një moment shkaj 4-1, dhe ka diften shumë për euforinë e kësaj skuadrës në tërësi në gjithë kampionatin. Unë e thash më parë, jo vetëm sot, por kjo skuadër ka dominu totalisht kampionatin e kësaj kategorie dhe nuk ishte si menu në ryshe dhe kjo finale. Këtu nga tribuna e stadiumit Shtëpia e Futbollit në kryeqytet u përcjellën vlerësime pozitive për disa individ të formacionit tuaj, të cilët mund të jenë pjesë e Vllaznisë vitin e ardhshëm, Vllaznisë së parë. Një prej objektive që ka pas klubi, ka kënë edhe prezentimi për disa lojtarëve për skuadrën e parë. Kjo më është bazë, sepse shumë tyne kanë kënë në mikqyret të skuadrës parë dhe në stevit në skuadrën e parë. Me thënë edhe nga që kjo skuadrë është përba nga individa të mirë, por përgjithsisht kjo skuadër ka funksionu në bazë kolektivitetit edhe në bazë harmonisë të cilët kena pas gjatë kësaj viti. Sepse është edhe pak e vështirë në këtë kategori, duke pas parasysh edhe ndoshta edhe ndeshjet e rrëdhshme që kanë kënë, ama kjo skuadër ka gjithmonë në ritëm edhe na ka pas gjithmonë që të bëjmë performanca shumë mira. Qaku, kategoria 2 ka një nivel më të lartë se e treta. Ju e njihni mirë, dhe kategorisë që keni luajtur edhe vetë keni drejtuar në këtë kategori. Si e prisni? Do të keni rivalitet për disa skuadra. Po, realisht kena ardhur mas një sezoni të lodhshëm, sepse nuk është e kulluajt me menaxhu një kampionat të tillë. Realisht na jena sot gëzuar, do të festojmë edhe shma mrapa t'i lojmë projektit klubit vazhdimsinë për kategorinë e 2. Ama ti është i sigurt, të cilët kjo skuadër që është ndërtu si mjet, ti është i sigurt që i ka bazat shumë forta për një kategori më nel, sepse këto djemt kanë diftu vedin, edhe me ndeshje miqësore me skuadrat të nivelit shumë më të lartë në kategori, na kemi dominu totalisht. Pra baza është kryesore, është e shnosht për të marrë pjesë në një kategori më nel. Nuk mund të mbyllim pa e pyetur për dedikimin e këtij suksesi për Qakun. Unë realisht kam 3 dedikime. Dedikimi i parë shkon familjes teme, të cilët më kam mbështetur gjithmonë. Dedikimi i dytë i shkon kolegut tem, profesor Berken, të cilët mbani pjesë të rëndësishme projektit dhe me ta thonë drejtën, nuk jam një kurr asnjë moment i gjatë ton punës, nuk jam një kurr si një nim si ti, po jam një paralel me te. Pra, dhe treta, dhe të dedikaj djemve, të cilët absolutisht kanë qenë profesionista në mentalitet, që nga kanë lanë gjatë ton vitit, nga kanë lanë për të punu me ta dhe për të qenë gjithmonë në ritëm e duhet të stërvitit dhe të kampionatit. Një mbyllje plot dedikime nga zëvëstaneri i Vllaznisë është i Qaku, po më themi trajneri i Vllaznisë për atë që theksoi vetë Qaku për hapësirën, bashkëpunimin, respektin që ka treguar trajneri i parë i Vllaznisë B, Berken Obizi, ndaj kolegut i tij si Qaku, një dyshë simpatike që unë i kam ndjekur gjatë gjithë sezonit dhe me të vërtetë meritojnë respekt dhe përgëzim. Urime Qaku për sukses dhe shpresojmë në kategorinë të keni të tjera suksese. Edhe në emër të skuadrës të falenderoj shumë për shumë lajme pozitive dhe gjithmonë që na keni njeh gjatë kësaj etorie. Falenderojmë shumë. Suksese.